2 ditë më parë, Igli Tafa u prezantua nga kryeministri Edi Rama në krye të AKSH-is, pasi Linda Karçanaj u pezullua nga detyra dhe pohetohet nga SPAK për grup kriminal dhe shkeljen e barazisë në tendera. Drejtoresh juridike të tenderave, motra e Ergys Agasit, merr pjesë në prezantimin e drejtorit të ri të AKSH-is, Igli Tafa. Tafa u cilësua nga Rama si një aset, duke thënë se la punë në vende të tjera për të shërbyer në vendin e tij në momentin kur serverat shtetëror ranë prej e sulmit kibernetik të Iranit. Megjithatë, pavarësisht se me një përvojë në vende të huaja, Tafa duket se huqet i ka tipike të zyrtarëve shqiptar, të cilët në disa raste postin që mbajnë e shohin si të trashëguar e që më pas duhet ta trashëgojnë. E njëjta gjë duket se ka ndodhur në rastin e Tafës, i cili më herët ka mbajtur postin e drejtorit të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, AKSK. Ky autoritet, i varur drejt për drejt nga Këshilli i Ministrave, u transformua në vitin 2023 në një infrastrukturë të posaçme për sigurinë kibernetike. Megjithatë, kur vjen puna tek drejtori i ri, duket se Tafa ka menduar se e ka tokë të babës. Igli Tafa, duke anashkaluar 2 zëvendës drejtoresha tek kësaj agjencie, të cilat nuk janë përfshirë as në strukturën e publikuar online, vendos që të caktoj si pasardhës në këtë post Saimir Kaplanin, i cili mbante detyrën e drejtorit të analizës së përputhshmërisë, riskut dhe kontrollit të masave të sigurisë kibernetike. Vendimi është publikuar në fletore zyrtare në kundërshtim të hapur me ligjin numër 25/2024 për sigurinë kibernetike, ku saktësohet se drejtori i përgjithshëm i AKSK-s emërohet, lirohet nga detyra dhe shkarkohet nga kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Skandalet në agjencitë e krijuara Enkas për të çuar vendin në epokën e digitalizimit duket se po bëjnë të kundërtën, duke na çuar pas në kohën e pronave me Zot që trashëgohen sipas dëshirës. Nuk dihet ende nëse ky vendim ka qenë një veprim prej çaprazi i Igli Tafës, i cili zëvendësua Linda Karçanaj në një nga postet më të lakmueshme të administratës, apo bjerja e shtetit dhe ligjeve ka kapur një nivel të ri, por fakti që ky vendim është publikuar dhe në fletore zyrtare, do të thotë që këta zyrtar nuk kanë frikë as nga vepra penale që ndëshkohen me burg. Në një foto të publikuar më parë, biznesmeni i dyshuar si bashkëdrejtuesi grupit kriminal të AKSH-i, Ermal Beqiri, shihet me drejtorin aktual, Igli Tafën, dhe pasardhësin e tij tek AKSK, Saimir Kaplanin.